Billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, salatu dhe selam i dërgojmë. Nderuar vëllezër, në gjëratën e kaluar kemi filluar me fol për Imam Malikun, jemi njoftuar me emrin e tij, edhe jemi njoftuar pak a shumë me fillimin e rrugtimit të tij në dije. Dhe kemi treguar se cilat kanë qenë shkaqet që e kanë motivuar për me nis këtë rrugë ose që njën si trashëgimia e pejgamberëve. Tash vazhdojmë këtë temën me folë rreth dijes së tij. Çdo herë kur të folmi për një dietar, do të me trajtu temën e dietarit nga dy kande. Nga kandi i dijes së tij edhe nga kandi i devotshmërisë së tij. Pse se kemi thonë për me pranu dijen e dikujna ose fetvën e dikujna, përgjigjen e dikujna, do të mi besu në dy gjona çati personit. Do të mi besu në dije edhe do të mi besu në devotshmëri. Për këtë arsye na po mësojmë një herë për dijen, edhe pastaj për devotshmërinë e Imam Malikut, Allahu e mëshiroft, edhe pse s'ka nevojë me mësu nga se umeti ka dëshmu për këto dyja, që i plotson këto dy kushte, mirë po inshallah duke prunë edhe tregime edhe ngjarje, ndikojnë inshallah këto ngjarje që edhe me na ushton neve imanin. Imam Maliku, siç dihet, nuk ka udhëtu me kërku dituri. Pra, tek dietarët e të kalumës është njohur rrugtimi, udhëtimi për dije. Për shembull, prej Shamit ka shkuar në Medinë, prej Medinës, prej Siris dikun tjetër, prej Irakit dikun tjetër, mirë po Imam Maliku nuk ka udhëtu me kërku dituri. Për çfarë arsye nuk ka udhëtu? Nga se Imam Maliku ka lind në Medinë. E Medinja ka qenë qendra e dietarëve. Ka qenë ajo qendra në cilën, do të thonë, ka qëndruar dija e kullume e sahabëve dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për këtë arsye Imam Maliku nuk ka udhëtu por me kërku dituri. Imam Maliku, siç e kemi përmendur senedin tek Ebu Hanifja, se prej kujt rrjedh dija e Ebu Hanifës, kemi thënë dija e Ebu Hanifës rrjedh nga Abdullah ibn Mesudi. Pra Abdullah ibn Mesudi, sahabi i pejgamberit, ka shkuar me jetu në Irak edhe ka marrë dije prej tij Ebu Hanifja. Jo direkt, mirë po e përcjellur nga dietar. E Imam Maliku, dija e tij rrjedh nga Abdullah ibn Omeri, nga djali i Omerit. Do thonë, dija e Imam Malikut rrjedh nga Nafiu dhe nga Abdullah ibn Omeri, që ka qenë sahabi i pejgamberit alayhis salam edhe prej dietarëve të asaj kohe. Imam Maliku nderuar vëllezër ka mësuar prej dietarëve të shumtë, mirë po prej më të rëndësishme ka qenë Imam Zuhriu, ka qenë Ayub Sakhtiani, ka qenë Ibn Hurmuzi, kanë qenë disa Rabia Turrej, kanë qenë disa dietarë të mëdhej që ka përfituar prej tyre si në aspektin e hadithit, edukatës, por edhe të fekut. Imam Maliku është shumë interesant se atë shumë ka ecë në dije, atë shumë i ka qu Zoti bereqet dije, sa që qysh i ri ka fillu me dhonë kë derse edhe mësime. Për shembull, Imam Maliku vetëm 20 vjeçar ka qenë, kur kanë dëshmu 70 dietar për ta se është bërë i gatshëm për me dhonë dije. Pra më vetëm si 20 vjeçar, dietarët e asaj kohe që kanë qenë dietar eminent të asaj kohe, kanë dëshmu për Imam Malikun që është i gatshëm me dhonë mësim. Pra Allah i kishte qu, dhe me thonë bereqet, jashtëzakonisht madh dije. Imam Maliku e ka pas një rregull, që ka thonë kur mos vendos me bën diçka pa u konsultu me dikant që është më i Zotit se sa ti. Për këtë arsye, kur është pyet Imam Maliku për një mesele, njëri prej nxënësave të tij kanë ndërhyrë dhe është përgjigj. Është përgjigj çat pyetje që ju është bë Imam Malikut. Imam Maliku është ngrit prej atij mexhlisi, i nervozum, ka shkuar në shtëpi dhe ka përplas derën shumë. Pasi që o qetësu ka ardhur dhe ka pa nxënësi e pyeti çka ki o mësos jam, çka pate? Tha qysh se ki frikë Zotin me mu përgjigj për pyetje pa dëshmu dikush se ti je i gatshëm për këtë gjë. Pra kush ka dëshmu për ty se je i gatshëm me dhon fetva? Tha vallahi për mu kanë dëshmu 70 dietar se janë i gatshëm, edhe kum fillu me bëmë pas thonë që s'jam i gatshëm vallahi se kisha nis këtë rrugë hala. Para mënaj, vallahi se kisha nis me dhon fetva e me mësu, në qoftë se më kishin thonë që nuk je i gatshëm. Pra kjo ka qenë domethënë raporti i Imam Malikut me dijen. Imam Maliku nderuar vëllezër kemi thonë që ka qenë prej vetëmve dietar që pejgamberi alayhis salatu wasalam ka dëshmuar në mënyrë indirekte për ta. Edhe për këtë arsye ka shumë prej nxënësave, prej talebëve që kanë ardhur prej Andaluzisë, prej Spanjës, prej Egjiptit, prej Irakit, prej Shamit, kanë ardhur vetëm me mësu dije tek Imam Maliku. Për ta ka Deyate ka përmendur në librin e tij se nga Imam Maliku ka transmetuar hadithe 1300 persona.
1300 persona kanë transmetuar hadithe nga Imam Maliku. Po çka është ajo më interesant se prej Imam Malikut kanë transmetuar hadithe edhe dietarët e tij. Pra atë shumë ka qenë i ditur Imam Maliku dhe Zoti i ka dhënë bereqet ndije, saqë hoxha i tij ka transmetuar hadithe prej tina. Do thonë, hoxha ka transmetuar hadithe prej nxënësit. Do thonë se ja ka kaluar atënve edhe në dituri. Pra ky ka qenë Imam Maliku dhe dija e tij. Cili ka qenë memorizimi i tij? Ne e dim se ajo që ngrit njeriu është angazhimi, mirë po është edhe ajo që ta jep Zoti. Për këtë Imam Maliku e ka pas memorizimin jashtëzakonisht zhvilluar. Thuhet se hoxha i tij i ka kallëzu 40 hadithe. Nxënësa që ka pas para vetës, ja ka tregu 40 hadithe. Dhe Imam Maliku në një transmetim thuhet nesër, në një transmetim thuhet po atë ditë, ja ka thonë hoxhës së tij 40 hadithe pa asnjë gabim. Ja ka thonë këta hadithe pa asnjë gabim. Pra kjo ka qenë domethënë memorizimi i Imam Malikut. Për këtë të kaluam dietarët e kanë përdorur si rregull, kush dëshiron me mësu dituri fetare patjetër duhet me memorizu. Duhet me mësu përmendsh. Për këtë Sheikh Uthajmini ka thonë, shumë kemi lexuar libra, mirë po nuk na ka mbet në mendjet tona përveç ajo çka e kemi mësu përmendsh. Për këtë Allah e ka përzgjedh pikërisht edhe memorizimin si shenjë për me ruajt librin e tij. Tek dietarët e skaluar s'ka qenë shumë e njohur memorizimi. Do të thonë aq rëndësi ka dhënë memorizimit sa edhe leximit. Për këtë edhe Imam Maliku thuhet se ka qenë prej dietarëve të hadithit që ka mësuar hadithe përmend jashtëzakonisht shumë. Është një rregull nderum vllazën që do të më përmend se shpesh herë ne kemi qëllime të mëdha, mirë po nga pamundësia për me arritë qëllimi na hub motivi. Për shembull, dëshirojmë me mësu Kur'anin përmendsh. Mirë po gjatë rrugës e shohim që kjo është e vështirë, edhe ndalmi. Është një rregull. Nuk është e rëndësishme me arritë qëllimi. E rëndësishme është vdekja kur të vjen ty më të zon rrugën e duhur. Është e qartë. Pra nuk është e rëndësishme ti e mësova hefzin tash jam i shpëtuar mëne. Ti ku mendit në baki mas hefzit Kuranit, ki mundësi me deviju rrugën. E rëndësishme është kur të vjen vdekja ti më konë në rrugën e duhur. E në qoftë se të zën vdekja, do të thonë duke u nis qësaj rrugës për me arritë qëllim, kjo është arritja më e madhe. Për arsye këtë rregull e kanë kuptuar dietarët e së kaluarës edhe kanë pas motivin jashtëzakonisht lartë. Edhe nuk i ka penguar që nëse nuk ka arrit diçka, mund dal. Jo, nëse nuk ka arrit, ka provu hapin tjetër ose ka derdh mund edhe më shumë për me arrit çat qëllim që e ka pas. Po ashtu Imam Maliki ndërun vllazën, përveç që u dallu me dije, është dallu me seriozitet, dije, me memorizim, është shumë interesant se ky dietar, tham 20 vjet, ka dhënë mësim, është shqu me shprehje nuk e di. Ka thonë njëri prej nxënësave të tij, Musa ibn Davud. Ka thonë nuk kam pa dietar që e ka përdorur shprehje nuk e di më shumë se sa Imam Maliku. Ibn Wahbi ka thonë që ka qenë prej nxënësave të tij, po ti shkruaja sa herë ka thonë nuk e di Imam Maliku, kisha me shkruar libra. Para më kisha me shkruar libra vetëm sa herë ka thonë nuk e di. Por këta njëri prej shokëve të tij ka thonë o Imam, po të vinë njerëz prej Egjiptit, po të vinë njerëz prej Shamit, po të vinë njerëz prej Irakit, me pyetje. Shkaj në vitën, dhe me thonë, vendasve të tëre në vendin e tëre. Po vinë edhe ti, po i thu nuk e di. As po të dhimë na, kanë shpenzu kohë, kanë shpenzu pasuri, i kanë lanë familjarët e tëre vetë, i kanë lanë tokat e tëre, shtëpiat e tëre, me orë me mësu prej te, ti po i thu nuk e di. Pa është a e legjekshme kja, këshore Imam Maliku ndërun vllazën që ka përgjigj. Ka thonë, o vllavi jam, thotë, unë kam mundësi mi u dhonë përgjigje, mirë po ku me ditë ndoshta, mas na i viti, ose mas na i kohë, unë bëhet e qartë se qatë mendim e ku më dhonë gabim. Ose unë bëhet e qartë se një mendim është më i mirë se sa qaj. Ku mi gjetën atë njerëz mi tregu? Pra në qofë se këtëre i japë fetfa, edhe kam një ori për me ju dhonë fetfa, përgjigje. Mirë për në qofë se mas një kohë më bëhet e qartë se janë është gabim, që ajo, ku mi gjetën atë mi tregu se ju kumë përgjigj gabim. Për këta në fund jetës vetë thuhet se Imam Maliku ka kajtë. Fund jetës vetë ka kajtë edhe ka pyet njëri prej shokëve vetë, pse po kon? Ka thonë po kam frikë për atë përgjigje që i kom dhënë me mendjen time. Pra në sa përgjigje ka pas mundësi mi dhënë me mendjen e tij Imam Maliku. Edhe krejt këtë përgjigje i kam mbështet në argumente, dihet kjo. Thotë kisha pas dëshirë më shumë që të isha godit me kamxhek se sa çato pyetje më paraqit para Allah subhanahu wa taala. Po ky ka qenë Imam Maliku. Për ta thuhet kanë ardhur prej Irakut me 40 pyetje.
Me 40 pyetje, veç një shembull pja bi. Te Imam Maliku 36 ka thonë nuk e di. Për mëne, 36 ka thonë nuk e di. Më shumë se 3/4 e përgjigjeve ka thonë nuk e di. E kush ka qenë Imam Maliku? Ndërsa sot neve fatkeqësisht me bëm më na vdhon ai pyetje, dhajmë përgjigje për disa mesele që me bëm ju paraqit Omerit radiallahu anhu, kishmi mbledh shokët e vet dhe me diskutu se çysh me dhon çet përgjigje. E na fatkeqësisht me një libër të lexuam, me disa ligjërata ndëgjume, dhajmë përgjigje duke mos pas frikë që nesër ka më na dalë çike në nënshkrim para Allahut, pse ke nënshkruar në emër të Zotit për çet mesele. E pastaj përgjigjen ose arsyetimin të dëshë. Ama kur Imam Maliku ka thonë nuk e di, para më ne tash na sa jemi nevojtar ose meritor me thonë nuk e di. Pra kjo ka qenë devotshmëria e Imam Malikut në raport me dhënien e fetvave. Cile ka qenë hejbja e tij, personaliteti i tij. Është interesant, Imam Maliku është qume në një personalitet me autoritet jashtëzakonisht të madh. Mirë, para se me fol për personalitetin e tij, shpjegojmë pak për fizikun e tij. Imam Maliku ka qenë i gjatë, ka qenë trup madh, ka qenë sy kaltër, ka qenë i bardhë, edhe thuhet që mjekra e tij ka qenë aq e gjerë sa që e ka, domethënë komplet gjuksën kraharorin ja ka mbulu. Imam Maliku ndërun vllazën, thojnë dietarët, Allahu ja kishte zbukuruar zemrën e tij me dije, mirë po ja kishte zbukuruar edhe fizikun e tij me bukuri. Mirë po është interesant që Imam Maliku ka qenë prej dietarëve që e ka çmu dijen jashtëzakonisht shumë. Për këta dhe të tjerë janë tut me pyet Imam Malikun për çdo lloj mesele, pse se ka pas autoritet. Thuhet kur ka shku me vizitu halifën Ebu Xhafer el-Mansurin, kur ka qenë në prag të vdekjes, djali i vet, djali i halifës, po hen mrejnë edhe po del. Halifja po i thotë, o Imam Malik, a i di pse po vepron djali jam kështu? Thotë pse? Thotë nga frika ndaj teje. Pra mëne, djali i halifës, ty ju tut Imam Malikut. Por këta thuhet nxënësat në derset ku i ka marrë Imam Maliku kanë qëndruar sikurse me pas shpend në kokat e tyre. S'kan lëviz. Ai s'ka pas autoritet ekzekutiv. Ti nëse ban kështu, unë të godas të rej, mirë po ka pas personalitet jashtëzakonisht madh që nuk ka fol me gjithkanin. Nuk i ka tregu hadithe gjithkujt. Imam Maliku ndërun vllazën, kemi treguar ligjëratën e kaluar që e ka çmu hadithin shumë. E ka çmu hadithin çat shumë, saqë kur e ka pa njanin, vetëm duke hipër mbi një gomar, ka thonë ky meriton morra. Po hyp në gomar, ndërsa pejgamberi alayhis salam është në varr. Për këta thuhet, edhe pse ka qenë i shtym në mosh, i smur, edhe ka në ra, prap nuk ka pranu me hyp në gomar ose në kali, me arë në xhami, vetëm nga frikë respekti ndaj pejgamberit alayhis salam, se ky ndërdhej e unë mbi kafsh nuk shkruan kjo. Imam Maliku për shembull është interesant, kur nuk ka tregu hadithe duke qenë kom. Kur nuk ka tregu hadithe duke ecë. Kur nuk ka tregu hadithe pa abdes. Është dvesh mirë, ka marr abdes, edhe është qetësu dhe ka tregu hadithe. Për këtë arsye tregohet ka shku tek një dietar për me kërku hadithe prej tina. Vetëm se ka pa tu kallëzu hadithen kom, ka kthy mbrapa. Nuk ka marr hadithe prej tina. Pse? Se ka ndëru hadithën e pejgamberit alayhis salam, tu tregu hadithën kom. Ky ka qenë Imam Maliku. Për këtë ndërun vllazën, thuhet që Imam Maliku në nden ku ka net, ku ka dhënë mësim, e ka fillu pas namazit sabahut. Do thonë, e ka fal sabahun, e ka bë dhikrin derisa ka lind dielli, pastaj ka shku është ul në vendin e tij që e ka pas, edhe ka fillu me dhënë ligjërata. Thuhet që Imam Maliku kur ka fillu me dhënë ligjërata, nuk është një asnjë zon, saqë ka ardhur njëri prej Shamit me mësu tek Imam Maliku. Mirë, po nuk i ka ditë rregullat e ndjes që ka pas Imam Maliku. Edhe në momentin kur arrin te mexhlisi i tij, te dersi i tina, për gëzimin thotë, o Imam Malik, ku marr më ngu hadithe prej teje. Këtë ndalën edhe këshirin. Imam Maliku i ka pas disa persona që e kanë bajt të rendin në dersin e tina. E morën ata dhe edukojnë me rahje. Edhe kjo thot, o imam, thot baba jam e ka shit shtëpin, ka shit tokë, vetëm që mu më eduku me artë të këti me mësu hadithe, e ti po më pritë qështu. Thot vëllaj, kor halal s'tabaj. Imam Maliku preket nga fjallët e ti, thot, qka po do me bon, që unë më të bon halal. Thot, keni godit me 14 shkopin.
Thot du me mi tregu 14 hadithe. Se Imam Maliku mëse më ka thonë, po hadithe nuk i ka kallëzu gjithkujt. Pse se kur ti kallëzon hadithe dikujt, ai ka drejt me thonë çet hadithe kom ni prej Imam Malikut. Rrugën e transmetimit. Edhe thot në rregull, ja kallëzon 14 hadithe. Thot ai i kënaq tash, thot o Imam, a ki mundësi me shtu rrahjen që ta shtosh hadithën edhe pak? Thon, a ki mundësi, mos të ka puna që shtu, a ki mundësi me na rrej edhe pak më shumë mirë që të mësoj hadithe edhe pak më shumë prej teje. Imam Aliku nderuar vëllezër, ka qenë prej dietarëve që tham është qu me hejbën e tij. Është qu me personalitetin e tij jashtëzakonisht madh. Për këtë arsye thuhet që ka disa persona që kanë ardhur te Imam Aliku. Për shembull, djalin e halifës e përmendëm. Thuhet që Imam Aliku kur është pyet motra e vet për Imam Alikun, çka ka bën në shtëpinë e tij? Në xhami po e shohim që nuk po flet me gjithkan. Çka bën në shtëpinë e tij? Ka thonë Imam Maliku vetëm Kur'anin nuk e hek pi dorë. Tan ditën e natën kur është në shtëpi vetëm lexon. Imam Aliku nderuar vëllazën, kur i ka shkruar njëri prej dietarëve, i ka thonë o Imam, po e shoh që ti shumë po mirësh me nxënca. Ai ti kushtu vetes kohë në adhurime. Që me adhuruar Zotin, mu vetmu me Zotin. Imam Aliku ja ka kthy në letrën kësaj. I ka thonë Allahu i madhreshëm rrugët e hajrit i ka shpërnda tek robërit e tij sikurse rrezikun. Thotë dikujt na e ka hap derën e namazit, dikujt na e ka hap derën e agjërimit, dikujt na e ka hap derën e dijes. Thotë edhe mua e kum pa që ma ka hap derën e dijes, un jam të mësuar nxëncat. Dhe nuk besoj që ti e duke bën më herë se sa unë. Pra Imam Aliku e ka konsideruar dhënien e dijes prej gjanave më të vlefshme tek Allahu i Madhreshëm. Për këtë tregohet se dersat e Imam Alikut kanë filluar prej namazit sabat e kanë vazhduar. Pra nuk tan ditën. Njëri prej nxënësave të tij gjatë ligjëratës ngritet edhe shkon me mor abdes. Edhe e pyet Imam Aliku pse duke vepruar kësaj, ai thot po për mi fal 2 rekate. Ne e dimi që pejgamberi alayhis salam i ka thonë Bilalit, çka po vepron ti që po tini nallën në xhenet. Ka thonë nuk ndodh që me mor abdes përveç se i fali 2 rekate. Çdo herë kur të marr abdes i fali nga 2 rekate. Thot kjo punë që ta pas ka siguruar xhenetin. E kjo tash tu dash me arrit që të vlerën e këtij hadithit, mirë po Imam Aliku i thot që kjo shka e të mësuti është më e vlefshme se sa ç'ke veprim. Pra nxënia e dijes është më e vlefshme se sa ç'ke veprim që e duke dash me bën. Për këtë Imam Shafiu nderuar vëllazën ka thonë puna më e vlefshme, adhurimi më me vlerë tek Zoti është nxënia e dijes. Pra më e rëndësishme, më me vlerë për ty është nxënia e dijes se sa ndoshta me fal namaz nafile tër natën. Po ky ka qenë Imam Aliku. Po ashtu nderuar vëllazën tregohet tek Imam Aliku se Harun ar-Rashidi ka qenë halife i muslimanëve. Edhe ja çon një letër Imam Alikut, i thot a ki mundësi me ardh me mësu fëmijët pallatin tim? Imam Aliku i thot jo. Përmend halifës. Çka i thot? El ilmu yati wa la yu'ta ilay. Nëse dëshiron me mësu, do të më ardh të dija, jo dija më të ardh në shtëpi. Ka rregulla këto. Apo dëshiron me mësu, po, hajde të tek dija. Pse se dija nuk vjen te ti. Për këtë Imam Aliku nderuar vëllazën, edhe po e përmbyllim me ka shumë gjona që më përmend, mirë po e përmbyllim me një thonjë e tij që i ka thonë nxënësave të vet. Ka thonë kur mos u ul me një njeri që fjala e tij nuk t'jap dituri. Që vepra e tij nuk ta shton imanin. Edhe që kur të rrish me ta ti ta përkujton vetëm veprën e dunjas. Mirë po, lëpeni shok edhe qëndro me ato njerëz që kur të flasin, shtohet njohëria, kur ta shosh duke vepruar, shtohet vullneti për me bë punë të ahiretit, edhe nuk ta kujton dunjan. Po kjo është një thonjë që do të më shënu me shkronja të arit edhe me pas para vetës çdo herë, mirë që inshallah në botën tjetër me dal faqebar para Allahut. Këto kanë disa prej ngjarjeve që janë ndoshta të mangëta, mirë po inshallah shkurtimisht me kuptu devotshmërinë dhe dijen e Imam Alikut. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.